Ytaçi, më premto vetëm këtë gjë. Kujdesu për Sasukën, të lutem. Më thuaj përse më zgjodhe mua? Përse më kusheve mua, Ytaçi? Ti duhet më kishe vrarë mua. Së bashku me prindrit tanë, por ama ti nuk e bëre këtë gjë. Përse më le vetëm mua? Sepse ti nuk di asgjë. Nuk ke përse të më falësh më. Dhe pavarësisht se çfarë do të bësh më pas, mos e haro këtë. Unë do të dua gjithmonë. Ti je vëllai im i dashur. Ytaçi vrau miqtë e tij, e prorët e tij, njeriu që donte, babain dhe nënën e tij. Por nuk arriti të vriste vëllaçkon e tij. I njëjti njeri që derdhi lot gjakut dhe mbyti çfarë do ndjenje për të vrarë shokët e tij për të mirën e fshatit, nuk arriti të vriste ty. Për të jeta jote ishte më e çmuar se dhe fshati.